Por vlerësoj që vetë krimi i kësaj gjykate ka qenë një, mund të themi, mesazh politik kundër vetë popullit Kosovës dhe kundër partnerëve që kanë mbështetur luftën shqiptare të Kosovës. Ka qenë një gabim votimi i kësaj gjykate, më shumë se kaq. Ka qenë një gabim pranimi apo mos reagimi i duhur në raportin e Dikmartit, që ka qenë një raport që me të vërtet ka qenë përveç se tendencioz, vlerësoj që edhe raport i dizajnuar kundër të drejtës së qytetarëve të Kosovës për shtet dhe kundër NATO-s në rrugën e saj, pra në veprimet e saj për të mbështetur shqiptarët e Kosovës dhe për të penguar gjenocidin kundër shqiptarët e Kosovës. Vlerësoj që si tillë, duke pas fillesat me mbrapshta, mund të themi, fillesat e dizajnuara kundër një kauze, i tërë procesi po vazhdon të jetë i tillë dhe vlerësoj që gjithë ata që po mbohen në Hagë dhe që po tentohet të gjykohen për diçka që nuk kanë bërë, është vetëm një konstruksion, mund të themi, i Serbisë për të delegitimuar intervenimin e NATO-s dhe për të delegitimuar pavarësinë tonë dhe luftën e drejtë të popullit tonë.